Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Pas riformatimit që i bëri mbrëmjen e djeshme e kabinetit qeveritar, kryeministri Edi Rama ka drejtuar sot mbledhjen e përjavshme të qeverisë. Në mbledhje kanë munguar disa nga ministrat që Rama vendosi t'i largojë nga Këshilli i Ministrave, mes atyre që munguan në mbledhjen që do të ishte e fundit për ta, ishte zëvendës kryeministrja Balluku, që është pezulluar me vendim gjykate, ministrja e jashtme Elisa Spiropali dhe ministri i mbrojtjes Piro Vengu. Ky i fundit mësohet se ishte në një aktivitet të forcave të armatosura në Zallher, ku e pranishme ishte edhe ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Nancy Van Horn. Ndryshimet në qeveri erdhen pas një takimi maraton me kabinetin dhe grupin parlamentar. Në total, kreu i qeverisë bëri 7 ndryshime. Pa u mbushur 6 muaj në detyrë, kabineti Rama 4 pëson ndryshime thelbësore. Në fund të mbledhjes maraton mes anëtarëve të kabinetit dhe grupit parlamentar, kryeministri Edi Rama ka lajmëruar 7 ndryshime në qeveri, që prekin sektor kyç. Pas 3 dorëheqjeve të refuzuara, kryeministri ka vendosur të zëvendësojë Belinda Ballukun. Postin e saj si zëvendës kryeministre do ta zërë Albana Koçiu, e cila do të lërë në këtë mënyrë Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ndërsa vakancën e krijuar nga largimi i Ballukut në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë do ta plotësojë Enea Karakaçi, i cili deri më sot ka mbajtur postin e drejtorit të operatorit të sistemit të shpërndarjes të energjisë elektrike. Ministria e Punëve të Jashtme Elisa Spiropali do të kthehet në parlament vetëm si deputete e qarkut të Tiranës, ndërsa diplomacia do t'i besohet ambasadorit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian Ferit Hoxha. Albana Koçiu do të zvendësohet tek punët e brendshme nga Besfort Lamallari, i cili për shumë vite ka qenë pjesë e këtij dikasteri si zëvendës ministër. Vet Lamallari ia lë postin e ministrit të drejtësisë Toni Gogut, që liron vendin e ministrit për marrëdhëniet me parlamentin për deputeten e qarkut të Vlorës, Eriona Ismaili. Nga qeveria ikën me vendim të kryeministrit edhe ministri i mbrojtjes Piro Vengu. Vendin e tij do ta zërë Ermal Nufi, një emër i panjohur për publikun, por pjesë e qeverisë si zëvendës sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë, ndërsa më herët ka qenë shef kabineti zëvendës kryeministres Balluku. Ndryshimet në qeveri pritet që fillimisht i kalojnë presidentit të Republikës për dekretim dhe më pas votimit në parlament. Me betimin para kreut të shtetit, ata marrin detyrën e re. Ndryshimet në qeveri i komentoi menjëherë kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, i tha se Rama duhet japë edhe vetë dorëheqjen dhe se opozita nuk do të ndalet me kryengritjen e saj paqësore. Një reagim të menjëhershëm pas ndryshimeve në qeveri ka bërë kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha. Ai thotë se një lëvizje e tillë nuk do ta ndryshojë kursin e opozitës. Lëvizja e fundit e Edi Ramës është një lëvizje me të cilën kërkon të shpëtoj lëkurën e tij, por është një lëvizje e cila fton qytetarët shqiptar, opozitën shqiptare, të vazhdojë fuqishëm protestat, mbasi kryengritja paqësore e shqiptarëve ka si qëllim kryesor madhor shpëtim në Shqipërisë nga Edi Rama dhe jo kukullat e tij. Berisha thotë se Rama duhet t'i japë edhe vetë dorëheqjen. Me lëvizjen e tij, ai përpiqet të mashtrojë njerëzit në një kohë kur ai vetë është kreu i organizacës kriminale që drejton. Ndaj dhe i kërkoj dorëheqjen e tij të menjëhershme, përndryshe do përballet me opozitën dhe mbar popullin shqiptar. Kreu i opozitës u shpreh se Rama është shkaku i të gjitha problemeve që po kalon vendi. Edi Rama nuk ka më pranverë për qeverinë tënde dhe për ty. Gjyqtarja Angjelushe Tahiri është zgjedhur me short si relatore për gjykim në themel të dosjes në ngarkim të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Shorti plotësoi trupën me 2 anëtare, Alma Kodraliu dhe Rudina Palloj. 3 gjyqtarë do të shqyrtojnë në themel akuzat e ngritura nga SPAK për Veliajin dhe 17 persona të tjerë që janë ato të korrupsionit, pastrimit parave, mosdeklarimit të pasurisë apo edhe veprime që pengojnë zbardhjen e të vërtetës. Pas caktimit të trupës, treshja do të caktojë datën e seancës së parë. Shqipëria po bëhet edhe më tërheqëse për të huajt, jo vetëm për të pushuar, por edhe për të jetuar. Në 2025 numri i shtetasve të huaj që kërkuan leje qëndrimi në vendin ton u rrit me mbi 5.000. Numri i qytetarëve të huaj që zgjedhin Shqipërinë për të jetuar dhe për të punuar po vjen në rritje.
Në fund të 2025-s, shifra totale arriti në mbi 27.500 leje qëndrimi, nga rreth 22.000 që ishin në 2024. Shumica e të huajve janë nga Kosova dhe Italia. Trendi rritës vjet re dhe nga ekspertët e pasurive të paluajtshme, ka kërkesa e këtyre qytetarëve për të marrë apartamente me qira. Ka shumë europian, po kemi dhe nga shtetet e tjera. Për shumë kemi nga Amerika kanë ardhur shumë që vinë dhe jetojnë këtu, që nuk ka qenë më përpara në këtë lloj mase siç po vin tani. Numri i shtetasve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti në 1128 banor, apo 164% më shumë se sa në 2024, që ishin 427 banor. Sipas ekspertëve, amerikanët janë më shumë të përqendruar në Tiranë, ndërsa italianët zgjedhin qytetet bregdetare. Kryesisht Vlora mbetet me italian më shumë, pjesa e shtetasve italian. Pjesa e Sarandës ka italian, grek, çek, slovak, ka shumë, domethënë ka një mix shtetesh, ndryshe nga dikur që ishin përcaktuar ukrainës, italian, pra ishte një numër më i vogël, tani shikon nga të gjitha komset. Në rritje nga viti në vit është dhe numri i shtetasve që vinë nga India, Filipinet dhe Egjipti. Përkatësisht numri i tyre në total është rreth 8.000, ku kryesojnë shtetasit nga India me gati 2.500. Ka nisur sot në Hagë seanca për gjyqin tjetër ndaj ish presidentit Hashim Thaçi, i cili akuzohet për pengim të drejtësisë. Bashkë me të për të njëjtën vepër akuzohen edhe Bashkim Smakaj, Isni Kilaj, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kuçi. Gjatë seancës së sotme do të bëhen deklaratat hyrëse për çështjen në gjykim, por mbrojtja e Thaçit dhe ajo e Fazliut ka njoftuar se nuk do ta ushtrojnë këtë të drejtë pasi do të deklarohen më vonë gjatë procesit gjyqësor. Pas përfundimit të deklaratave hyrëse, prokuroria do të vijojë me paraqitjen e provave përpara trupit gjykues. Sipas aktakuzës, Thaçi bashkë me të akuzuarit e tjerë dyshohet se kanë vënë në dispozicion informacione konfidenciale që lidhen me dëshmitar, si dhe kanë dhënë udhëzime për ndërhyrje në dëshmitë e tyre për procesin tjetër ku ish-krerët e UÇK-s akuzohen për krime lufte. Të pesë të akuzuarit janë vetë deklaruar të pafajshëm. Partia Demokratike e Kosovës shprehet se është e gatshme të propozojë një kandidat për president. Kreu i grupit parlamentar të kësaj force, Arjan Tahiri, thotë se kreu i ri i shtetit nuk duhet të vijë nga partitë politike, por të përfaqësojë të gjithë popullin. Partia Demokratike e Kosovës është shprehur e gatshme të propozojë emër për president, por edhe të shkojë në zgjedhje nëse nuk gjendet zgjedhje. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Arjan Tahiri ka thënë se nuk kanë lëvizur nga qëndrimet që kandidati për president duhet të jetë një emër që nuk vjen nga një parti politike, por është përfaqësimi të gjithëve. Po dikon që përfaqëson edhe pozitën, edhe opozitën. Kjo parti nuk është e interesuar për marrëveshje politike. Ai u pyet nëse PDK përkrah emrin e Vjosa Osmanit për të vazhduar edhe një mandat si presidente. Po mendoj që vendit nuk i bën erë dikush që ka postë çosjet një anshme dje. Një ditë më parë, zëvendës kryeministri Glau Konjufca tha se nëse do të kishte ndonjë emër për president nga familja e heroit të Kosovës Adem Jashari, atëherë do të kishte një konsensus automatik në shoqëri. Por Murad dhe Bekim Jashari mohuan për fshirje në garën për president. Gjatë ditës një takim të rregullt me presidenten Vjosa Osmani ka zhvilluar e ngarkuara me punën në ambasadën e SBA-s në Kosovë, Anup Ratipati. Deputetët kanë afat deri më 4 mars që të zgjedhin presidentin e ri, në të kundërtën, vendi shkon në zgjedhje të reja. Një luftë e përgjakshme ka shpërthyer që prej orëve të vona të së njëjtës mes Afganistanit dhe Pakistanit. Avionet ushtarak pakistanez bombarduan sot Kabulin, pasi ushtarët afgan kryen sulme përgjatë kufirit, duke vrarë 10 ushtar pakistanez. Ky filmim tregon momentet kur avionet pakistanez kryen bombardime mbi kryeqytetin e Afganistanit, Kabul. Dy vendet fqinje tashme janë në gjendje lufte të hapur. Konflikti i dhunshëm nisi pasi ushtarët afgan ndërmorën një ofensiv në shkallë të gjerë në pika të ndryshme të kufirit mes dy vendeve, prej mbi 2600 kilometrash të gjatë, duke vrarë 10 ushtar pakistanez në postat kufitare. Zanafilla e përplasjes qëndron tek akuzat e Islamabadit se regjimi taliban postreon grupe terroriste të shpallura si armike nga Pakistani, që dyshohet se janë përgjegjëse edhe për sulmin në një xhami në kryeqytetin e vendit në 11 shkurt, kur vran 31
persona. Deri tani ushtria pakistaneze raporton se ka vrarë 228 luftëtar taliban dhe ka shkatëruar 74 posta të tyre. Kina ka nisur menjëherë përpjekjet për ndërmjetësim, ndërsa India ka dënuar sulmet ajrore duke dalë në krah të sovranitetit të Afganistanit. Në këtë konflikt Pakistani ka një avantazh të qartë me një ushtri të rregullt, fuqi bërthamore dhe mbi 460 avion luftarak. Nga ana tjetër, Afganistani i talibanëve mbështetet kryesisht në armatimet e mbetura nga ushtria amerikane dhe taktika të luftës guerile. Pavarësisht forcës teknike të Pakistanit, luftëtarët afgan mbeten të zotë në betejat toksore dhe terrene malore. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë miru pafshim.